Belina Pupa është vënë në akuzë në Australi për kultivimin e një sasie droge të kontrolluar dhe ndërhyrje të pa autorizuar në furnizimin elektrik. Zonja Pupa po përballet me akuzën e kultivimit të 43 bimëve kanabisi në një pronë. Sipas dokumenteve gjyqësore, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në periudhën 1 janar-4 prill 2025. Ajo u paraqit në gjykatën e magjistraturës në Adelaide, por ende nuk ka paraqitur një deklaratë për akuzat. Avokatët e saj kanë kërkuar ndryshime në kushtet e lirimit me kusht për të lejuar udhëtimet e saj ndërkombëtare për arsye pune, duke theksuar se ajo ka klient në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australi. Megjithatë, prokurorët kundërshtuan këtë kërkesë. Dhe për këtë, Belinda Pupa ka bërë një reagim publik, sqarim mbi situatën në fjalë. Ajo dha këtë përgjigje: "Përshëndetje, bëhet fjalë për një pronë të dhënë me qira, por që është në emrin tim. Gjyqi po mbahet për pasqyrimin e fakteve. Nuk mund të them asgjë më shumë derisa çështja të mbyllet për arsye hetimesh në radhë të parë, por edhe për të qenë e qartë për të gjithë në fund. Në radhë të dytë, ju falenderoj që më pyetët përpara se të shpërndanit një lajm të përçunduar", shkruan zonja Pupa. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.